Zoti Cakani, çfarë do të thotë reagimi i Marta Kos kundrejt Edi Ramës dhe presidentit serb Aleksandar Vučić, të cilët disa ditë më parë në një shkrim në gazetën gjermane Frankfurter Allgemeine Zeitung propozuan një formulë të re të integrimit të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian? Tani, nëse do ta shikojmë në një analizë të gjerë politike, padyshim që kjo është një kërkesë e cila bëhet nga dy autokratë në dy vende të cilat Instituti i Vidëm, një institut shumë prestigjioz, i ka cilësuar si Edi Ramën edhe Vučić dy autokratë dhe dy vendet Shqipëria dhe Serbia jetojnë në një autokrasi elektorale. Dhe nisur nga të gjitha këto statistika, padyshim që edhe komisionerja e Bashkimit Evropian, Marta Kos, për zgjerimin, Marta Kos, që në fakt ka qenë dhe vazhdon të jetë një mbështetëse e zgjatë e zotit Rama dhe Vučić, ka dhënë një përgjigje që unë mendoj se nuk është përgjigje saj si komisionere, por është një përgjigje e të gjithë vendeve të cilët bëjnë sot Bashkimin Evropian. Unë dua të sjell në vëmendjen tuaj edhe rëndësinë ose më saktë problematikat që ka shfaqur vetë zoti Rama, ku ka sulmuar ashpër edhe politikën e jashtme gjermane, për e cila për hir të së vërtetës kohët e fundit ka reflektuar dhe ka konstatuar dhe kuptuar në fund që Shqipëria nuk përmbush asikush as standard, sepse është larg pritshmërive për të qenë në një vend për të bërë antar i Bashkimit Evropian. Teknikalitetet, modalitetet apo kërkesat që bën zoti Rama me zotin Vučić, që tashmë nuk kam asnjë dyshim që janë dy personazhe të maset korruptuar të dy vendeve të Ballkanit Perëndimor, është një kërkesë të shpëruar e tyre, sepse nëse do të kthehemi para në vitin 2013, ka një betejë së fitores së Ramës, ka qenë futja e Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe lufta kundër korrupsionit e kështu me radhë. Jo vetëm në 2013, por kjo ka vazhduar 2017, 2021 dhe 2024. Dhe kështu që unë mendoj që ka mbaruar muaji mjalti i zotit Rama me Bashkimin Evropian, nuk i afashinon më liderët e Bashkimit Evropian as kravatat me lulet Edi Ramës, as shorapet e kuqe dhe as atletet e bardha të tij. Sot Edi Rama është lideri më i izoluar i Europës, është lideri i cili tashmë e ka marrë të gjithë aktorët kryesor të Bashkimit Evropian e kanë kuptuar që ky është një lider i korruptuar, ka drejton qeverinë më të korruptuar të Europës, një qeveri e cila vjet shqiptarët përvjes zgjedhjet dhe vjet zgjedhjet përvjes shqiptarët, dhe padyshim është një individ i cili po shantazhon çdo ditë dhe ka kapur drejtësinë në një vend që në një institucion që Bashkimi Evropian ka investuar dhe shikon si të shenjtë dhe shikon të vetmin, ku flasim këtu të vetmin për gjykatën speciale apo dhe prokurorinë e posaçme, që kanë një mbështetje të institucioneve të Bashkimit Evropian, dhe kështu që këto janë tentativat të dëshpëruara të zotit Rama dhe zotit Vučić, ku i kërkojnë dhe i luten, se kjo është një lutje që i bëjnë Bashkimit Evropian për t'i bërë ata pjesë të jashtme, pra të marrin pjesë në mbledhjet e tyre, por si të jashtëm. Kjo është një praktikë që nuk ka patur një herë të parë, ose nuk është implementuar më parë nga Bashkimi nga Europa, pra nga Komisioni ose Parlamenti Evropian, është një praktikë alla ballkanase, dhe nuk e di se çfarë kërkon dhe ku do të arrijë zoti Rama me këto kërkesa që ju bën me anë të gazetave, shkrimeve që të sponsorizuara prej tij të gazetave të huaja. Kështu që nuk kam asnjë dyshim i nderuar që zoti Rama është një autokrat
i vogël, i një vendi po të rëndësishëm siç është Shqipëria në Ballkanin Perëndimor. A është kjo një përpjekje e Edi Ramës që sa herë ka probleme të brendshme, sidomos të aspekteve të korrupsionit, siç ishte në rastin e Ballukut, tenton të tërheqë vëmendjen duke u afruar në këtë rast me Aleksandar Vučić, ndërkohë Serbia nga ana tjetër armatoset kundrejt Kosovës dhe disa ditë më parë kishte dërguar dhe ushtrin në kufi, dhe nga ana tjetër ministri i drejtësisë Kosovës Donika Gërvalla ka theksuar se Kosova nuk do t'ja falë një gjë të tillë Edi Ramës. Më pas mësohet se ka një shpallje non grate të Gërvallës që nuk është zyrtarizuar deri më tani. Tani nis nga kjo e fundit për sa i përket këtij lajmi që ka dalë qarkullon në rrjetet sociale për non gratën e zonjës Gërvalla. Do të sqarojmë në opinionin publik që mos të bëhem pre qoftë edhe edhe asaj që mendon zoti Rama ose ata që duan ta shpallin non grata zonja Gërvalla. Zonja Gërvalla nuk e shpall dot non grata Shqipëria, sepse ju e dini që zonja Gërvalla është në shtetase shqiptare, ka pasaportën shqiptare, ka jetuar në Shqipëri nga viti 82 kur ajo ishte e vogël që i vran tatin UDB-ja në Gjermani dhe ajo kthyesh në Shqipëri bashkë me familjen e saj. Kështu që nuk ka asnjë mundësi juridike që zoti Rama ta shpall zonjën Gërvalla non grata. Kjo është ana juridike. Nëse ata e kanë në mendje dhe duan ta anatemojnë zonjën Gërvalla, ky është problem tjetër. Unë ditë them nuk e njoh dhe s'kam asnjë lidhje me zonjën Gërvalla, njoh historinë familjare të saj, kam lexuar dhe më kanë informuar edhe njerëz të cilët kanë njohur baban e saj që ka qenë një shqiptar shumë i mirë. Ka qenë një shqiptar i cili ka nisur betejën ndaj regjimit jugoslav, serb, shovinist, po ta themi. Shumë kohë më përpara se të dilte Rama, Thaçi, Veseli me shok. Dhe kjo nuk është gjë tjetër veçse se kjo sjellje e Tiranës ndaj zonjës Gërvalla nuk është gjë tjetër veçse çon ujin tek mulliri, nëse do të përdorim gjuhën popullore, tek mulliri i Serbisë. Unë nuk kam asnjë dyshim që partia e zotit Rama, si një parti 85 vjeçare, është ideuar, lindur dhe rritur madje krijuar nga serbët dhe është krijuar pikërisht për të përçarë shqiptarët dhe për të përçarë shqiptarët jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Kosovë. Dhe kështu që unë nuk më çudit fare një artikulim që mund të ketë lidhur me zonjën Gërvalla si për ta shpallur non grata. Rama dhe Vučići tashmë kanë dalë zbuluar, nuk kanë më asnjë dyshim që ata janë të dy si vëllezër siamez, është ajo shprehje e famshme, dhe kjo s'ka më jo vetëm shqiptarët, por edhe të ndërkombëtarët e kanë kuptuar që zoti Rama dhe Vučić kanë të përbashkët shumë gjëra, tash autokracinë, kanë të përbashkët korrupsioni, kanë të përbashkët kapjen e drejtësisë, kanë përbashkët me shtetin autoritar, por nuk besoj se Europa dhe liderët europian, të cilët zgjidhen nga popujt e tyre që janë popull që votojnë të lirë dhe votojnë pa kushte dhe votojnë nuk e shetin votën, që të bien pre e këtyre kërkesave. Padyshim që zoti Rama prodhon skandale ose hap një debat për të mbuluar një skandal, sepse ju e dini që Shqipëria sot është një nga vendet më të korruptuara jo vetëm të Ballkanit, por edhe të Europës, edhe madje besoj se hyn tek vendet e Afrikës, të cilët ju e pat edhe në statistikat e fundit që dolën, ku Shqipëria bëte pjesë tek vendet e Afrikës për sa i përket qoftë nivelit të korrupsionit, të drejtësisë e kështu me radhë. Prandaj që ne duhet të kuptojmë që përpjekjet e zotit Rama, sepse do t'u themi qytetarëve tanë, që përpjekjet e zotit Rama për ta paraqitur veten e tij, qeverinë e tij, institucionet që ai ka ndërtuar vetë, institucionet të cilat nuk janë të korruptuara, kjo tashmë nuk ka më asnjë, nuk mund të shkojmë, nuk mund të shitet më tek europianët. Prandaj them që zonja Kos më në fund e ndikuar apo e trysnuar nga bashkimi Bashkimi Evropian, liderët e tyre, po pranon dhe po thot një realitet që është i hidhur për shqiptarët, por fundja
edhe ilaçi ishi hidhur, po kur e pi ai të shëron. Dhe padyshim që ne sot po kuptojmë dhe po dëgjojmë dhe po shikojmë që si zonja Kos e ka renditur Shqipërinë edhe populli shqiptar, po deshet dhe popull që pranon korrupsionin, dhe kjo tashmë nuk ka më pra ky fjalor, por dhe ky mendim, sepse ajo nuk ka mendimin e saj, po ka mendimin padyshim të gjithë Komisionit Evropian, që shqiptarët nuk shkëputen dot nga korrupsioni dhe kanë kthyer korrupsionin në një institucion dhe një fenomen. Pra është sot korrupsioni është i përhapur në çdo qelizë të jo vetëm të institucioneve, por edhe të shoqërisë shqiptare. Pra është kthyer në një mentalitet të cilën nuk mundet t'ja mohojmë qeverisjes zotit Rama dhe vetë kryeministrit zotit Rama. Dhe padyshim që të gjitha këmbanat e alarmit që bien për zoti Rama, padyshim ai nuk mban asnjë lloj përgjegjësie, sepse nuk ka mbajtur përgjegjësi, qoftë morale, qoftë politike apo ligjore, por këto të gjitha, këto pengesa, këto probleme që hap Europa rëndojnë mbi ne shqiptarët, të cilët fatkeqësisht dashkemi të mbetemi jashtë portës së Europës, kur marrin zi nisi këtë rrugtim më pas nga ne, avancojmë më përpara dhe tashmë është gati për të hyrë, për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian. Prandaj që zoti Rama prodhon skandale për të mbuluar skandale, prodhon lajme për mbuluar skandale, por mu mendoj se tashmë nuk ka më asnjë edhe qytetarët e kanë kuptuar, edhe europianët madje e kanë kuptuar dhe nuk përbën më asnjë lloj lajmi.